KQZ-ja, të them të drejtën, dhe këtu fal konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithpranuara si çështje politike, si që identifikimi i zgjedhësve, si që çështja e numërimit elektronik, pavarësisht se kjo fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj, unë e quaj shpesh, atë më pëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër, përfitoj nga rasti, meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëputës nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikërisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë e kam thënë, dhe ja them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga ngjarjet jashtëparlamentare. Patjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpyetje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti OSBE-Odiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore. Qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivelet lokale, qoftë me një numërim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushatat zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji i ndryshuar i kodit zgjedhor të miratohen njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të japë pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtymë dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe te kodi zgjedhor. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore, meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociatave dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvillojë zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-Odirit dhe zgjedhje të lira dhe ndershme, mos të kthehet kjo në një mollë sherri dhe një Waterloo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane.